ADN Shqiptar është një platformë kulturore që promovon identitetin, traditën dhe krenarinë shqiptare përmes eventeve artistike dhe inspiruese. Një promovim të cilin e bëjnë në vazhdimsi me anë të aktiviteteve të ndryshme kulturore, e një i tillë u organizua edhe në Zvicër. Programi nisi në intonimin e himnit kombëtar shqiptar dhe prezentimin e ekspozitës artistike. Për rëndësinë e programit dhe ruajtjen e traditës foli edhe ambasadori i Shqipërisë në Zvicër, Ermal Dreda. Sot, kur dëgjojmë zërat e fëmijëve që këndonin himnin e flamurit, u shohim vallet apo do të shikojmë më pas vallet tona tradicionale. Ndjen emocion nga arti që përcillet, arti shqiptar. Ne kuptojmë se kjo trashëgimi nuk është thjesht për tu ruajtur, por për tu jetuar. Dua të shpreh minjojën time për të gjithë ata që kontribuojnë në këtë mision fisnik, dhe këtu janë mësuesi. Patjetër një rol shumë të veçantë kanë prindrit, sepse janë ata që shtyn atë brez të ri që po rritet këtu, që ta konservoj dhe të mësoj sa më shumë nga rinjtë e veta. Marin Mema tha se nuk duhet të harrojmë asnjëherë faktin se të gjithë kemi një gjak e një zemër, e duhet ta duam e çmojmë njëri tjetrin. E rëndësishme është që ne të jemi gjithmonë më të fortë si shqiptar, të bashkëpunojmë më shumë me njëri tjetrin, të lëmë ndasitë, problemet, përçarjet mes nesh, të ndërtojmë një ekip të fortë. Ndoshta aty ka qenë problemi i përhershëm i yni, jemi individ shumë të suksesshëm, ekipi nuk e ndërtojmë aq të fortë. Është koha dhe momenti që të bashkohemi si shqiptarë, të punojmë gjithë bashkë si shqiptarë, kemi një gjak, një zemër, një traditë, një trashëgimi, një kulturë, një identitet. Këtë s'duhet ta harrojmë kurrë. Shpirtin e kemi të gjithë, e zemrën, e gjakun të gjithë shqiptarë, dhe absolutisht nuk ka njeri që mua mund të ndaj nga shqiptarët kudo që ndodhen. Organizatori i aktivitetit Lulzim Kadriu u shpreh se gjeneratat e reja duhet të mësojnë më shumë për historinë dhe gjeografinë shqiptare. Sipas tij, puna e gazetarëve dhe dokumentimi i vazhdueshëm i historisë shqiptare ndihmon që këto vlera të ruhen dhe të përcillen tek të rinjët. Ky është një event i parë i tillë që po organizohet në Zvicër, domthonë qëllimi i tij ekskluziv është e rinia, gjenerata e parë, gjenerata e re, domethënë jo e parë, por gjenerata e dytë apo e tretë. Kurse sfida ka qenë financimi, sponsorimi, por edhe aty duke u shpjeguar njerëzve, mërgjimtarëve, se ku jemi dhe ku mund me shku dhe çfarë historie, çfarë gjeografie kemi. Kam gjetë mërgjimtarë që kanë pas zemrën e madhe dhe kështu kemi ardhur deri te kjo ditë e realizimit. Edhe mësuesi Vajxhit Sejdiu e vlerësoi lart këtë organizim, duke theksuar se aktivitetet e tilla ndikojnë drejt për drejt në integrimin dhe edukimin kulturor të të rinjëve shqiptar në diasporë. Tani ka një interesim më të madh në krahasim me vitet e kaluara, është një interesim i të rinjve dhe të rejave, të cilët janë histori suksesi, jo vetëm në Zvicër, por pothuajse në të gjitha shtetet e Evropës dhe botës ku jetojnë shqiptarët. Tani emri shqiptar është një emër i përveçëm, një emër i bukur, një emër që pasuron jo vetëm kulturën shqiptare, por pasuron edhe integrimin e të rinjve shqiptar në vendet ku jetojnë dhe veprojnë, dhe në këtë rast në Zvicër. Për prindërit pjesëmarrës, organizimet e tilla janë mënyra më e mirë për ta mbajtur gjallë frymën shqiptare tek brezat që po rriten jashtë dheut. Pikërisht janë çto aktivitetet që e majnë gjallë shpirtin e shqiptarëve për neve diasporën. Na si gjenerata pak më herët që ke marrë në Zvicër, edhe pse ka pas mundësi të organizimeve të këtij lloji, gjithmonë ka pas mungesë, ka pas vakum. Na printe çtyne fëmijëve, gjeneratave që po lindin këtu, sikur e kena marrë përsipër, edhe e dim saktësisht sa është e rëndësishme mi majt fëmin afër rrënjeve tona. Janë iniciativa që prind i bojnë me vetë kosto tyne, vetëm për mi vetëdisu, mi sensibilizu fëmijët e tyre.
Aktiviteti bëri për vete shumë të rinj shqiptar, të cilët ishin pjesë edhe e shoqatave të ndryshme kulturo-artistike. Me valle tradicionale dhe performanca artistike, ata sollën emocione dhe krenari kombëtare në skenë. Por mu këto janë aktivitete shumë të rëndësishme, se na që kemi lind këtu ose që kemi rrit edhe këtu, s'duhet me harru kulturën, s'duhet me harru edhe artistikën që e kemi, edhe si shoqat i bashkojmë edhe Zvicrant, shqiptarët, kudo që janë edhe në Gjermani, edhe në Zvicër edhe kudo tjerë. Unë e kënisë me vallen se unë shumë e du Shqipërinë edhe historinë, edhe na kina historie valle. Përsa edhe unë jom hi në shoqat bashkimi, me mësu vallen edhe me vallëzu, edhe kjo është për mu shumë mirë është. Këto aktivitete janë shumë të rëndësishme për rinin shqiptare, edhe në shtëpi folmi shqip, edhe për me mësu ma shumë për historinë shqiptare edhe kulturën tonë. Përmes muzikës, artit dhe historisë shqiptare, aktiviteti ADN shqiptare në Zvicër dëshmoi edhe njëherë se diaspora mbetet një nga shtyllat më të rëndësishme të ruajtjes së identitetit kombëtar.